Mirëmbrëma, miq të Radio Televizionit Korça, jemi rikthyer si çdo të njëjtën në emisionin Thash e them sport. Petrika, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Enea, është gjithmonë kënaqësi që të ndajmë këtë emision me gjithë shikuesit e Radio Televizionit Korça, po dhe dëgjuesit, shpresojmë që të argëtohen duke na dëgjuar dhe shpresojmë të qëndrojnë në ekranin rreth Korçës për këto 60 minuta. Do të kemi në fakt disa tema të veçanta për të diskutuar, do të kemi padyshim atë që emisioni jon përmban, pra Thash e themet, gjithmonë në fokus të parë do të jenë Thash e themet, sepse do të përpiqemi të zbulojmë ose të gjejmë, mund të themi, ato çfarë ndodhin zakonisht brapa skenës, ato që nuk i shohim zakonisht në televizion, por nuk do të dëgjojmë në muhabete të ndryshme, në lajme të ndryshme, në informacione të ndryshme që na vijnë. Do ta nisim me Skënderbeun, do ta nisim me humbjen e parë të Skënderbeut për këtë sezon. Petrika në fakt unë dua ta nis me batut. Petrika mezi e priste. Nuk është 100%, në thonjza mezi e prisjen, sepse je tifozi Skënderbeu dhe unë këtë se diskutoj, por që mezi e prisje në kuptimin që të vi kjo humbja e parë edhe pastaj ta shohim Skënderbeun e vërtet. Ishte ky momenti që ti po prisje në kuptimin që doje të shikoje vërtet se çfarë forca ka ky Skënderbeu? Sidomos në këtë ndeshje që forca e Skënderbeut nuk mund të matet për arsye sepse ndeshja u ndikua nga arbitri, nga tifozët. Dhe faktorë të jashtëm. Po, nuk ishte kjo ajo ndeshja që unë kisha parashikuar që në një moment normalisht Skënderbeu do si të thuash, do t'i shkiste këmba, sepse kishim vënë re edhe në ndeshjen e fundit përballë ekipit Kavajës, unë gjatë zbritjes së shkallëve të tribunës, edhe nga tifozët doli fjala që nuk ishim mirë, domethënë luajti mirë Kavaja. Pra u duk që në ndeshjen e fundit Besa. Ishte ndeshja më përpara. U duk domethënë që nuk kishim. Ndërkohë Johani nga regjia mund na ndihmojë dhe me pamjet e kësaj ndeshje, sepse ne kemi disa fragmente të kësaj sfide. Po jo, unë do po më dalesha pak të ndeshja me Kavajës, duke thënë edhe vetë nga sportdashit, nga me gojën e tyre që nuk ishim mirë në ndeshjen, një ndeshje të cilën dy ta kishim dominuar, sidomos brenda në shtëpinë tonë. Dhe tash vjen ndeshja pastaj këtu në Krujë që vetëm ndeshje nuk mund t'ja quaj, nuk mund ta quaj ndeshje futbolli sepse pati presion si fillim. Arbitri jep një penallti në çështjet e para të ndeshjes, kur Skënderbeu shënon në 15 minutat e para, jep një penallti për Skënderbeun, se sa ishte penallti, un kam dyshimet e mia sepse më duk sikur nuk ishte penallti. Okej, shkoj që të mos futemi direkt në analizën e ndeshjes. Jo, nuk po bëj analizë, po bëj. Dhe domethënë të merremi ajo që të bie më njëherë në styr në fakt është dhuna kjo është në minutën e 70 më pas ndeshja kishte prezente në këtë ndeshje. Për fat keq kishim kohë që nuk e kishim parë Skënderbeun të përfshihej në një episod të shëmtuar, po themi. Tani, nëse kategori e parë ka këto, të themi atë që ne kishim përgatitur dhe dinim pak a shumë që në këto nivele kështu do përfundojnë dhe ndeshje të caktuara me grushte, me përplasje mes lojtarëve, por që na vjen keq kur shohim Skënderbeun që po të thoja si u prish loja. Protagonist në episode të tilla, tani ka faj Skënderbeu, s'ka faj Skënderbeu, ne nuk mund ta themi. Jo, ta shpjegojmë pse ndodhi ky incident. Kjo ndodhi në minutat e para ku po të thoja që jep një penallti për ekipin e Skënderbeut. Unë dyshoj që ajo ishte një penallti me pamje, me sa pamje e pam nga aplikacioni dhe u duk sikur nuk ishte penallti, gjithsesi arbitri ishte shumë afër dhe jep penallti për Skënderbeun. Në këtë moment lojtarët e Kastriotit protestojnë në një mënyrë të frikshme ndaj kryesorit dhe që aty e vun në presion kryesorin dhe që aty ai filloi me këto gabimet e një pasnjëshme në qoftë në favorin ton apo në favorin e ekipit të Krujës, ata madje u larguan dhe nga loja. Se dua edhe të kuptoj. Jo, u larguan nga loja. Jep penallti për Skënderbeun. Unë duket që ke një lloj informacioni më tepër në lidhur me këtë ndeshje dhe dua që po bëj dhe unë rolin e dëgjuesve dhe shikuesve tani dhe të kuptoj drejt. Tani po thua që arbitri kishte ndonjë lloj interesimi të caktuar për një skuadër në këtë ndeshje. Ai u vun në presion dhe duke qenë se u vun në presion nga penalltia që dha, nga lojtarët e Kastriotit, po themi. Se sa e gabuar pra nuk mund ta gjykojmë sepse nuk çdo arbitër jep një penallti, qoftë dyshim, sidoqë të jetë penallti është ajo, ndeshja vazhdon. Lojtarët e Kastriotit protestuan në dhunë shumë pasi u mblodhën të gjithë. Tani rregullat janë që të shkoj kapiteni atje të flas. Filloi tensioni. Shkuan të gjithë, pastaj largohen nga fusha lojtarët e Kastriotit. U duk një moment kur ndeshja s'do të vazhdonte dhe unë e shkëputa telefonin e Oqa se thash tani kush e di kur kthehen këta në fusha do kthehen as do kthehen. Pas jo më shumë se 10 minutash
unë e hap sërish telefonin, shikoj rezultatin, Skënderbeu kishte shkuar 2-1. Pra 2-1 për Kastriotin. Po, do të shumë shpejt. Yte një gazetë kryesore, cila është online e sportit në Shqipëri, që jepte edhe golat dhe pash 2 golat që kishte pësuar Skënderbeu. Goli i dytë ishte Marko Alia, domethënë gaf totale. E di çfarë ndodhe nea, sepse kemi golat apo jo? Jo, nuk i kemi golat. Marko Alia u mor në intervistë këtë javë nga RTS-ja, ishte në studion e Keleda Azekos. Domethënë po flisnin me superlativa si për Skënderbeu, ashtu dhe për të, dhe vjen kjo ndeshje që Marko Alia do ta kenë marrë më sysh, po. Syri ka plasur gurin kur i thon fjalë. Edhe do ta kenë marrë më sysh edhe një po çfarë bëri arbitri më pas, mund të na. Pastaj në tensioni filloi në pjesën e dytë kur ndeshja ishte 2-1, jep një karton të verdhë për Shaqen, i cili ishte komplet i evitueshëm, nuk kishte bënte fare me karton të verdhë, pastaj përsëri për një ndërhyrje të Shaqes që nuk e kishte kryer, arbitri nxitohet dhe shkon dhe jep dhe kartonin e kuq për Shaqen, pastaj episodi që sapo pam. Dhe kështu ndeshja pastaj shënon dhe një gol Skënderbeu shkon 3-2, po nuk kishte futboll. Ajo ndeshje s'kishte futboll, kishte presion. E prishi arbitri ndeshjen Petrika. E prishi patjetër, sepse gjatë gjithë kohës jepte vendime të nxituara. Fshëllente pas çdo faulli, domethënë kartoni kuq i Shaqes ishte komplet i pakuptuar. Nuk e menaxhoi siç duhet. Po them edhe normalisht kur arbitri jep vendime jo të sakta, ndeshja prishet. Po sigurisht, e vure në presion arbitrin, do presësh gabimin pastaj, sepse unë nuk kishim kohë pa parë protestat të kësaj natyre që të mblidhen tash 20 lojtarë bashkë me Stolin të vinë aty tani të thonë çfarë po bën o arbitër. Sepse jemi mësuar me këto të reja tani që delën kapiteni, flet ose ka pamje VAR këtu tek ne. Prandaj nuk duhet të shikojmë, prandaj s'ka më interes asnjë ndeshje pa VAR. Pa VAR nuk mund të shikosh më asnjë ndeshje. Unë me këtë mendim jam, unë e kam pëlqyer që në momentin e parë që është patjetër. Tani duhet vënë ca pika mbi. Tani kjo të paktën minimizon 90% gabimet e arbitrave. Në fakt e ngadalson pak lojën sistemi VAR. Jo, absolutisht. Mua personalisht nuk më pëlqen. Jo. Unë nuk e dua fare. E ke shumë gabim. Dhe të gjithë ata që mendojnë si ty, 10 minuta të marrë vendim arbitri, ishte apo s'ishte penallti. Të gjithë ata që ritmi lojës. Le të bie. Loja aty ka lezetin penalti. Kur fillon luhet futboll. Penalti si kjo që dha ky këtu. Shiko. Dhe pse që jam dakord. Apo penalti. Jam dakord që arbitri e prish lojën kur i fryn bilbilit shpesh. Besoj këtu bie dakord dhe ti me mua sepse ai duhet ka arbitra që mbajnë atë standard. Duhet ta lërë lojën që të luhet edhe pak ashpër, po themi, sepse loja gjithmonë bëhet me bukush dhe mos futbolli, kur ka pak tension, kur ka pak përplasje. Tani fut dhe sistemi VAR aty, ri 5 minuta për të marrë një vendim, ishte i verdha, po jo më ngadalsohet loja. Ishte penalti apo si ishte penalti, po ne kemi humbur kampionat. Nëse kjo është temë tjetër në fakt. Ne Ajorgjin kemi 2016. Çfarë ajo ishte katastrofë, ishin të gjitha veprimet e gabuara të arbitrit. Po mirë, edhe sistemi VAR bën vendime skandaloze, me sa kemi parë në kampionatet evropiane. Jo, shiko, nuk mund të thuash vendime skandaloze. Ka vendime shumë të kontestueshme. Janë të kontestueshme, por janë në 10%. Jo, më ka edhe raste flagrante, sa të do të se nuk më vinë ndërmend tani, po ka pafund. Raste shumë të vogla dhe detaje të cilat mund të ndahen po ose jo me milimetra. Të ndalemi tek skaleta e emisionit dhe të flasim vetëm për Skënderbeun. E lem, okej, mund ta ketë prishur dhe arbitri, nuk jemi ndoshta aq profesionist sa ta gjykojmë nëse ishte vërtet kështu. Patjetër do ta ludojmë dhe do të bëjmë thashë theme siç kemi dhe emrin e emisionit, por le të merremi pak me lojën. Tani unë jo më kot ta bëra pyetjen që në fillim, doli forca e Skënderbeut në këtë ndeshje apo jo? Do presim akoma. Kjo ndeshje kishte presionin, kishte tensionin e një ndeshje në transfert. Normalisht këto janë gjëra që janë normale në një ndeshje futbolli. E kombinuar kjo bashkë me intervenimin, domethënë ose me këtë pjesën e keqe që bëri arbitri, nuk u duk fare si një ndeshje futbolli. Fusha ishte si të thua si fush patatesh, nuk ishte fush futboll, terreni ishte shumë i vështirë. Kërcente topi, pra domethënë u bën gjithë ato elemente që Skënderbeu dështoi. Atë ka me një rinovim pak të vogël të asaj tribunës qendrore. Se Kastrioti ka qenë pjesë superiore vazhdimisht. Jo, te stadiumi nuk luajnë te stadiumi ata. Ku kanë qenë stadiumi Kastrioti. Tani është një fushë e cila është e sajuar me një tribunë qendrore. Është përsëri në Krujë apo? Prapë në Krujë, jo prapë në Krujë. Ne ftojmë edhe gjithë dëgjuesit që po na shikojnë, vendosim, i lutem regjis të vendos dhe numrin e telefonit. Joana, i vendos pak numrin e telefonit në ekran sepse kemi dëshirë. Për të gjithë ata që kanë
të kemi diskutime nga dëgjuesi. Si mendojnë se, domethënë se këtu nuk është çështja se si luajti Skënderbeu. Kam përshtypjen që do të dëgjosh ndonjë mendim nga publiku për të ndarë dhe ti ndoshta ose për të qartësuar mendimet e tua në lidhje me këtë, jo me arbitrin, me Unë s'kam çfarë të qartësoj, unë të thash, Skënderbeu që do gabonte ishte shumë e mundshme. Mirë, po puna është që këtu nuk matet forca e Skënderbeut. Kjo nuk ishte ndeshje, kjo nuk binte, si të thua, ndeshje. Kjo ishte një gjë që ka ndodhur vite më përpara në Shqipëri dhe ndodh edhe në 2025 që nuk duhet të ndodhë, sepse normalisht kjo gjë është një diçka që na lë mbrapa. Mirë, po kështu erdhi koha tani që përsëri pa VAR dhe pa një kontroll të mirë të këtyre delegatëve të federatës ose domethënë duhet të vëmë ta pika mbi i që këto situata mos shkojnë në mos përsëriten. Mund të protestojë gjithë ekipi, pastaj proteston gjithë ekipi. Lojtarët tan presin në fillim për të nisur topin, ata largojnë gjithë nga fusha sikur po haeshe në akë. Tash aty mund të themi, pavarësisht se ishte penalti për Skënderbeun, unë mendoj që ajo nuk ishte fare penalti. Thjesht preket Nasër nga mbrapa me trup. Dhe nuk ishte penalti, ai e dha penalti, ndoshta ishte edhe më afër. Po që momentin e penaltisë. Nuk ishte, nuk është momenti i penaltisë nuk e kam gjetur nga sajtet sepse ndeshja edhe nuk transmetohej. Kjo është gjetur nga një sajt privat i FIFA-s e cila ka një aplikacion që quhet, unë do ta them FIFA. Jo, është diçka që ka një aplikacion të ri që quhet FIFA Plus. Dhe ky FIFA Plus mbulon është zyrtare e FIFA-s kjo apo? Kjo është zyrtare e FIFA-s dhe kjo mbulon të gjitha kampionatet ose të gjitha ndeshjet që nuk janë të mbuluara nga drejtat televizive. Dhe çfarë ke kampionate, që ta them troç fare, çfarë ke kampionate fshatrash në Europë? I shikon aty. Të gjitha i kanë në FIFA Plus. Georgi 2, Armeni 2, interesante është. Moldavi 2, ju jep mundësi. Gjermani 4, pra të gjitha këto që nuk kanë të drejta televizive i shohin në nuk mbulohen, se për shembull 2 ndeshje të kategorisë të parë mbulon RTS-ja, mirë po 5 të 4 të tjerat nuk i mbulon dhe këto 4 të tjera është një telefon atje gjithmonë që unë dua ta gjej një kush është në korsh atë personi që mban. Është interesante. Detaj që ne nuk na hyn në punë. Po apo tash e theme. Jo. Do ta gjej një atë kush e ka mban atë telefon. Po çka kemi vrejtje? Po i çfarë jo mo, ti them mbaj pak më mirë kështu. Okej, do ta gjej unë. Kjo gjeje kush është? Gjeje dhe ma thuaj. Okej, të flasim tani për ashpërsinë, po themi, që e karakterizon kategorinë e parë, sepse ndihet e kemi pritur edhe ndodhi. Shiko, një stadium shumë një lojtar kundërshtar Kastriotit, shumë agresiv, qoftë edhe për ai Sheri që ishte i papranueshëm, po edhe mënyra se si ti e the, si shkojnë të gjithë arbitrit. Një arbitër normal do t'i ndëshkonte të gjithë me karton të verdh aty, një arbitër trim po themi, sepse arbitrat këtu ndikohen pak edhe nga atmosfera që ka ngelur kjo më. Ka një lloj frike. Po ka ngelur kjo më që këto në transferta gjithmonë arbitrat bëhen, domethënë transferta për ne, gjithmonë bëheshin me ekipin pritës. Pra, sepse kishin frikë se sulmoheshin, janë sulmuar. Unë shiko, këtë është përsinë e këtij kampionatit të kategorisë së parë, këtë vit nuk e kisha vënë re. Deri tani ishte shumë okay. Asun nuk kisha parë. Po Kastrioti ishte në një moment që i kishte të rëndësishme pikët edhe ata e kishin si të thuash jeta vdekje ose nuk e di nëse nuk bënin dot. Na kishte marr mallin në fakt të përjetonin be. Ne ndeshje do tash në 2025 tani. Jo, po duhen. Po jo, mos e. Po jo, nuk po them në episod. Jo episodet e përplasjeve fizike. Po prap mo edhe rivaliteti në këtë lloj forme kur një ekip e kërkon fitoren me do e mos dhe e merr duke i bërë presion arbitrit, duke sulmuar ashpër kundërshtarin. Po kjo tregon rivalitet të fortë të kampionatit. Kampionati qëndron, po kjo nuk tregon futboll, bre. Kjo tregon rivalitet, okay, tani vetë unë të luaj me frikë aty se kam frikë se mos është një lloj sikur të vi. E di situati 2012, 2013, 2011, gjitha këto. Skënderbeu ka vuajtur shumë në përfusha të tilla. Kastrioti për shembull unë nuk është herë e parë, mua më rikthejnë kujtimet te ajo fushë ose te ndeshja me Kastriotin. Po mirë, këta nuk të mundi sportivisht ty. S'ka gjë më, edhe mund të ndodhi ndonjëherë. Ta të mundi me presion. Ja si e mban mend ti ndeshjen me Kuksin, s'ke për të harruar kur 2016-ën, ndeshjen me Kuksin, humbjen e titullit, domethënë sepse kanë qenë episodet aq të ashpra sa. Kemi një telefonat ndërkohë tani, na sinjalizojnë nga regjia. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, përshëndetje. Urdhroni. Joni këtu. Me urdhër. Po. Unë kam qenë me atë bisedoni për Skënderbeun atje fushkruje. Po?
Kam qenë bashkë me presidentin tak. Ke qenë në stadium? Po, në stadium kam qenë me presidentin Takaj, ku më ka pa Takaj në stadium e Shabit. Shiko, ulja pak zërin televizorit dhe na dëgjon nëpërmjet telefonit vetëm. Ulja zërin televizorit. Po. Tani, ju jeni nga Kruja jeni ju? Eksakt. Nga na telefononi, zotri? Jo, unë jam nga Maliki, por iki, se ka vajtu, ka sile me atje. Po. Dhe të t'ja japu, si ka më që originale. Ja, ta pik televizor, atë prike, t'ja ullë zërin. Hajde të shi. Na thuaj tani, çfarë ndodhi? Edhe penaltia ka qenë penaltia, e gjojti sa Naseri, e priti portieri. E pam këtë episod. E beri prap gol. Po. Edhe aty pati probleme. Bravo. Se Edhe atje nuk ishte ndeshje futbolli, ka qenë ndeshje boksi. Po, edhe kjo u vure në fakt. Po çfarë do thoshit për presidentin Takaj? jo, thjesht isha me Takaj. I ka thënë unë e biseduam bashkë, ishte një shoku i ngushtë. Ishte një shoku i ngushtë i presidentit Po, Takaj. kështu flitet, jo kështu do të flasim. E shabi e qa nuk bëndi, i thano, jo këtu, o presidenta shumë, qa shoku e pas e këta burit, qarin e pesmesa se qitja korçave, qitja ropë, qitja... U komentua, po themi, nuk të dëgjojmë mirë na shkëputesh për fat keq, pa interesante këto, tash e themet që po na tregoj u bëre fiks. Pra ja, dhe emisionit. Ata dhe gjatë gjithë kohës edhe tifozët ishin gjatë gjithë kohës duke sharë në mënyrë të tmerrshme, qoftë presidentin, qoftë ekipin. Agresivitet. Po theshim. Ne luajtëm me Ilirinë e Fushë Krujës dhe tifozët që erdhin që nga Fushë Kruja këtu shanin në stadiumin ton. Tashi krutanët, po jama nuk duhet të ekzistojnë këto gjëra, domethënë kaq të banalizuara, kaq të theksuara. Në pak të luhet Skënderbeu Kastrioti. Emri dhe mbiemri, të luhet emri dhe mbiemri dhe të zihen të dyja. Ky është sheri i dy. Po, paradoks, po ja që na ndodhi në ndeshje me Kastriotin dhe unë them që këto ndeshje nuk duhet të jenë më reklam ose nuk mund të hynë më në ato ndeshje që duhen vlerësuar. Po, patjetër janë ndeshje për imagjino në presion është edhe presidenti që e shajnë nga tribuna tash nuk nuk i suportojmë dhe nuk i duhet të kemi përsëri besoj telefonuesin se kishte gjëra për të na thënë dhe nuk i arriti dot të na i thoshte të gjitha. Alo. Të dëgjoj. Jo, është dikush tjetër më duket. Alo. Alo, po dikush tjetër normal. Urdhra. Nga na telefononi zotri. Nga Korça. Si pat ndeshjen Skënderbeu kundër Kastriotit? Më palla të ndeshje unë nuk e pash, për këtë mora më shumë. Për kë? Për televizionin të Korça. E po mirë, doni t'jeni... Pse nuk i jep këto ndeshjet? Shkodra i jep të kategorisë të saj, kurse neve nuk i japim fare. Shiko, stafit i radio-televizionit Korça është gjithmonë i gatshëm për t'i transmetuar këto evente kaq të rëndësishme të qytetit tonë dhe mos e vë në dyshim që ne neglizhojmë apo por këtu të drejta televizive janë gjëra të tjera që nuk na lejojnë t'i transmetojmë, por ti je i bindur nëse do kishim lejen e dur do t'i shikojë ndeshjet në televizionin ton, por për fat keq nuk e disponojmë këtë lejë. Tani ju nuk e pat fare ndeshjen, s'keni para se episode mund fare se më erdhi dhe na 3-1 dhe dha e dëgjova në televizor po i të besën. Po. Me Kuksin edhe po mirë, si të duket Skënderbeu deri tani? Si e ke parë ekipin korçar? Të bind, të pëlqen loja, të bindin lojtarët? Po diku çka është, nuk është keq. Mirë është, po nuk e kemi sulmuar bre. Nuk u kemi sulmuar. Po, e kemi thënë në fakt. Ky po i shet, mo çfarë bën shoku në Takaj? Ky merr edhe shit, çu bell. Po, se marr dy futbollistë, dy sulmues. Po, e drejtë. Në Azerin. Po. Mirë ajo Egyptiani, mirë ajt. I voskël është me shpresa, është mirë, ka bërë diçka. Po mbajo dy sulmues të saktë. Unë këtë e kam thënë që në fillim që ne nënvlerësuam kategorinë e parë. Mbaj dy sulmues, mbaj Bismarckun dhe siguroje këtë të shkuarën në superiore, sepse me këta lojtarë të tjerë nënvlerësove pavarësisht se deri në këto momente çdo gjë pothuajse ka qenë shumë mirë për Skënderbeun. Politikat e Maqedonasin shumë të mirë e kishin. Kishim dhe atë që e shiti ku e shiti para
Rashicën? Para ati Nençit, ati Kosovarit. Nikajn, Rashica, këta, po thua? Para Rashicës që ajo. Para se të shite Rashita, u shita ju i pari. E një djali shëndoshë, i lose sulmusi... A që u shit në Azerbajxhan, ai... Po thot për qendër sulmusin. Që e mo i sulmusi parvit, ai dhe u shit në Astana. Po të Astana, kujtojt edhe mua... As mos po më vjen em, nejse. Franklin, bravo, Franklin, po. Ai që futbollist. Po, po mirë tani. Sulmusi fort, po. Ne kemi diskutuar këto gjëra që kanë kaluar. Ne në kategorinë superiore Skënderbeu. Shiko, zotria, në fakt politikat e klubit që funksionojnë kështu dhe ne për fat keq nuk kemi se ç'bëjmë, shpresojmë që kur të futen në superiore sezonin e ardhshëm ta forcojë ekipin me lojtar cilësor dhe të shohim një të tërë. Po s'diskutohet, asnjë nuk vlen për në kampionat në superiore, në sidomos nëse do që të shkosh te vendet e para. Unë do bësinë më shumë e kam në portieri. Është në fakt është thjesht si djalë, as më intereson. Mua më intereson futbolli. Nejse. Portieri në zonën e tij duhet jetë mace. Këtë është i vetmi problem që ka portieri. Ka qenë Kotodinella e shokët e tjerë. Po mirë, i vetmi të krahasohen tani se. Shko, portieri tonë i vetmi problem që ka është kjo. Me Janin. Po në zonën e portierit që është zona e katërkëndshit e vogël e portës. Duhet jetë më i sigurt. Duhet të falë portieri atë. Zotrit, të falenderojmë shumë për ndërhyrjen dhe të urojmë gjithë të mirat. Pra, saktë është ajo që thotë zotria, që ne, ashta duhet kishim një sulmues që të shtagjente golin kollaj. Ti besoj e ke kuptuar, Petrika, që ekipi posajohet me këta që ka, me këtë brumë që ka. Se na mungojnë të ardhurat? Po s'do ai të investoj tani, s'është momenti, thot ai. Do presin njerëz të ngjitem në superiore dhe pastaj filloj një investim më serioz. Mendoj unë. Pra domethënë ti thua u i kalikt. Nuk e di unë, po di unë, se di tash. Po tash, po jo mos e, ore, po edhe kështu mund të bësh autogol të madh. Pse mund të bëj autogol të madh? Po si të mund të ngelesh vend të tretë. Po ngele vend të tretë do lozë play-off me Tiranën dhe pastaj me Tiranën. Tirana do bjer direkt, po kush mund të hit aty flamurtarit e uta. Po. Pra, edhe mund të rrezikosh. Sigurisht rrezikon. Besoj e ka në kontroll ai. Një humbje pas 8 ndeshjesh, një humbje edhe ja lejon vetes. Patjetër, mos po themi këtë. Kështu që duke parë edhe ekipet e tjera që s'kan ndonjë. Po nëse ky presion dhe nëse ti do ta kesh të vështirë të luash edhe në Burel. Po. Ti ta kesh të vështirë të luash edhe në Peshkopi. Patjetër më fusha të vështira janë. Po besoj do dita siç e ka bërë këto 8 ndeshje të para. Ne kemi fituar me fat në stadiumin tonë. Okej, tani presim Korabin në shtëpi. Po. Çfarë do thuash? Një ekip shumë i lehtë, të paktën e letër. Telefonues mua më pëlqen kur kemi një interesim të vazhdueshëm, kështu sepse tregon që ka një lloj debati të nxehtë që duan të gjithë të jenë pjesë. Alo. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Nga na telefononi se jemi kurioz. O, telefonova një, unë e ma bju telefonë, do të qapë edhe një pra të portierin. Ishte i telefonon si farë. Zotria që ishte në tribun me takajnë në gjatë ndeshjes, a i është? Po, unë jam. Na thuaj tani, na tregon ndonjë të çfarë nuk e pam në televizor, çfarë ndodhi ndonjë. Po pa përdorur fjalor banal të lutem. Po me qetësi, të lutem se jemi live. Me qetësi do ta jap. Portieri. Ka bërë një gabë ai portieri Alia. Po, e pam. Ai un po tisha, unë më jam korça, nuk më vjen keq. Po ai ishte për të dhënë karton të kuqe, karton zi. E mori një lojtar të Kaseotit e Hokuti atje për fyti si duhet portieri, po ne i dha karton të verdh, po si kishte dhënë karton të kuqe, ai nuk i ndendoi për një vit. E këto episode se janë para nga kamerat. Nuk e di që po kam qenë atje më në tribunën. Po unë të besoj, po them kamera se kam parë. Po mund na thuash dhe ndonjë gjë tjetër. Dakor ti, ai di moj shokët, po të zëj të lojtar për fytyrë ti bjen me shken mbyllve. Mirë, faleminderit. Okej, atëre je i qartë na bërë edhe një pasqyrim të cilin ne nuk e dëgjuam, nuk e kemi parë nga televizioni dhe prandaj na duket e çuditshme. Faleminderit për telefonatën.
Ka patur dhe skena të tjera të Është interesante një që tifoz nga Korça shkojnë në Krujë, ndjekin Skënderbeun në kategorinë e parë. Domethënë tradita vazhdon. Mua më pëlqen pjesa e transfertave, tifozeria prezente në transfert, ka një tjetër kuptim, ka një tjetër pamje ekipi kur ka dhe tifozët me vete. Është me ekip. Sa një ekip i braktisur që s'të ndjek asin tifoz, tregon një lloj shpërfillje, një lloj mos interesimi. Tjetër telefonat. Po, me sa duket. Alo. Alo. Urdhroni. Skrapari më do të vlasik me këta të Korçës, këta gazetarët. Çanga. Nuk e kuptoj. Alo, urdhro, jo, ishte duke komunikuar me nuk e kuptoj që ishte në linjë akoma. Alo. Urdhro. Si jeni? Nga të po na telefononi? Unë nga Skrapari. Po. Na vjen qefi, gëzojmë shumë që përshëndetje, ashtu për emisionin. Një qytet i veçantë. Faleminderit. Po. Korçën dëgjoj. E ndjek gjithmonë. Po. Na vjen shumë mirë. Edhe po Korçën e luftojnë ti. Jo, nuk e luftojnë. Pse e luftojnë? E luftojnë Korçën, sa keq më ka ardhur kur. Kur? Do në kategoria Amora, Rajistara, Jeneja. A Jeneja orë si saj 10 për. E u kanë qënë 10 gjytar. Në PPT-sa ka marrë gjykuar Korçë. Shumë mirë. Ore, në Skrapar, ka futboll, ka ekip për momentin? Ka një kur ka një kategori më porqen. Kategori e dytë. Kategori e dytë. Po, dytë. Me Devollin dhe Maliqin. Po. E si është ekipi? Nuk ka ndonjë Korçën ja për javë, ja se me shtit, më pëlqen, po ka bërë një gabim vetë a kështë bajtë ata Bismarku. Po, a i shoku që parë juaj, por nuk për gjeni tot, Bismarku që ka marrë Shkodra. Po, ne po flisim për titull sulmues, gjithsesi e cituam këtë pjesën e Bismarkut që na mungon një sulmues i tillë. Shumë i mirë. Shumë lojtar i mirë Bismarku, na duaj. Po, është i dëmtuar dhe nuk ka luajtur në 4 ndeshjet e fundit me ekipin e Vllaznis. Mirë, atëherë faleminderit që na telefononi. Shpresojmë që t'u dëgjojmë sërish. Po thuaj dhe diçka patjetër. Do të pjesa Zori Pritin, më se kam qenë nga them në Zori Pritin. A jetona. Nuk e kemi këtë informacion. Nuk e dim, zotri. Nuk e dim. Nuk e njini, po gjyqtaro për. Dakord, po nuk e njohim. Jo se se njohim, thjesht nuk e dim atë pyetjen që bëre ti, jeton apo jo. Faleminderit. Faleminderit, gjithë të mirat, zotri. Atëre po flisim për ndeshjen Skënderbeu Korabi që Po, dhe është po themi fundi i kësaj pjese të parë, por me sa duket kemi telefonatë. Po, më pëlqen kjo pjesa e telefonatave. Breshërisë të telefonatave. Alo? Alo. Përshëndetje. Pyetja e parë. Përshëndetje, me emisionin sportiv, me këtë flas. Po, ne jemi Enea dhe Petrika në thashë theme sport. Është kënaqësi që na telefononi dhe na ndiqni. Po një pyetje të thjeshtë kisha unë, me këtë ekip që ka Skënderbeu si vit. Kemi shpresa për në superiore? Kaq kishte. Pyetja është për ne të dy. Që për juve të dy. Ngjitemi apo jo? Sidomos për Enea ne ka muhabet. Po ngjitemi, është e sigurt që ngjitemi. Kjo punë ka marrë fund. Tani ti ke rezerva ndaj ekipit përderisa e drejtove pyetjen në këtë lloj forme. Po patjetër që nuk ja mbush mendjen ekipi, po themi, nuk i duket ekip me cilësi. Nuk të bind. Nuk më bind se nuk po luajnë mirë, nuk e di, nuk më bind. Shiko, edhe ne nuk është e po shohim dhe e kemi theksuar nëse na kanë ndjekur që po shohim ndonjë lojë të jashtëzakonshme apo ndonjë lojë cilësore. Por me lojtarët që ka, me grupin që ka, duke parë edhe ekipet rivale, besoj shumë që Skënderbeu ngjitet këtë sezon, ja del të rikthehet në kategorinë superiore dhe pastaj vitin tjetër është muhabet tjetër se në superiore është çështje tjetër se tani po vjen Kavaja, po vjen përgjigje një zotris. Jo, okay, po ta ktheu tjetër ti fole për ne, po ta japun përgjigje. Jo, i tha për të dy është. Ne shkojmë në gjendje të mirë në janar, do kemi domethënë do jemi në renditje vendi parë. Besoj ose jam çameti i dytë. Maksimumi vendi i dytë. Dhe
Pastaj në janar do shikohet do dal forca e vërtetë e ekipit të Kavajës, ekipit Pogradecit, Ilirisë, pra në këto ekipet dhe ne duhet që të hymë në merkato, të marrim 3 elemente të cilët tani momentalisht nuk i kemi të saktë ose nuk i kemi në nivelin e dur dhe pastaj të vazhdojmë pjesën e dytë të sezonit. Kemi të kompletuar për pjesën e por që besojmë dhe shpresojmë sigurisht që sido që të shkoj situata ne do të arrim të bëjmë lëvizjet e dura, sepse po vazhduam dhe në një merkato pa blerë lojtarë dhe pa përmirësuar grupin, do ta kemi të vështirë, se unë kam thënë që në fillim që me këtë grup lojtarësh i kemi bërë një vlerësim të frikshëm kategorisë të parë dhe ekipeve si Pogradeci dhe Besa apo dhe Iliria Fushkrujës. Por që për fat nuk na ka dalë keq. Fati tonë i mirë dhe fati tonë i mirë që i kemi marrë ato ndeshjen nga 1-0, që jemi këtu ku jemi dhe shpresojmë. Zotria me sa kuptova dhe nga e folura nga dialekti është nga Korça, apo jo? Zotria mos është larguar? Alo? Nga Korça, po nga Korça. Mi faleminderit. Ty të bind Skënderbeu. Dhe fjala juaj në Vestë Perëndimit. Okej. Gjithë të mirat, shpresojmë të dëgjojmë sërish. Mirë, tani jemi në fund të pjesës së parë të emisionit dhe na duhet të shkëputemi vetëm për pak momente publicitet për të rikthyer me tema të tjera, akoma dhe më të nxehta, në emisionin Thashë Theme Sport. Rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë, në fakt tema e nxehtë Skënderbeu, humbja përballë Kastriotit, humbja e parë e sezonit. Bëri që në studion e Thashë Theme Sport të kishte edhe telefonata pafund nga tifozët të cilët kanë dashur të bëhen pjesë e diskutimit në këtë temë që po flisnim. Do ndalemi pak Petrika dhe tek ndeshja e radhës, sepse tani vazhdimësia është ajo që ka rëndësi. Humbëm në Kruj, por Skënderbeu ka një tjetër ndeshje që të paktën ka shansin kalendari na favorizon ta rikthejë atë pozitivitetin dhe qetësinë në ekip, sepse në fundjavë pret Korabin në shtëpi. Ndërkohë vazhdojmë aty ku e lam, sepse kemi një telefonues tjetër në linjë. Alo, përshëndetje. Mirëmbrëma. Na të Petrika Vangjere kam lapin. Direkt. Petrika të bëj pyetje. Ku është me dajtë Skënderbeu që nuk të pëlqen e nuk është gati për kategori superiore. Ku gjithë ky ekip është përmbajtje para 5 muaj, ishte në superiore edhe bëri ndeshje shumë të bukura. Edhe ishte gati të luftoni për titull kampion. Ti ka dhënë ndjer këtë ekip pa të robotin. Ma shiko pak mua. Ku i bëri ndeshjet e bukura në superiore? I bëri edhe në nërë alianzat edhe alianzat e torimi që bëri taka një ekipit, u sa dhe me mbrin. Më falë më një sekund. Ku i bëri ndeshjet e mira në superiore me kë, me Vllaznin, me Ignatian? Ja, me Vllaznin e bëri çfarë, me Vllaznin e bëri. Shiko, zotri, të lutem qetësohu një herë se jemi në televizion, jemi drejt për drejt. Okej. Mu ky tifozi më ka qenë. Mi ka thënë këto, mi ka thënë edhe në rrugë, mi ka thënë. Kështu diskutohet. Pse tha flet keq ti tha? Unë zotri, unë nuk jam ardhur tu të flas. Tani pse e mbylli do të thotë? Ai nuk mbaron, jo, e ka mënyrën e të folurit shumë të shpejt, nuk arrin dot të replikosh. Të takon dhe në rrugë dhe të thotë. Ku e shkon dha që pse s'të pëlqen ekipi? Mundohem t'ja shpjegoj, sepse tani kemi këtë detyrë, do t'ja u shpjegojmë edhe një. Interesant ishte. Edhe me një kërkesë llogarie kështu e nisi. Direkt tani, po s'ka probleme, unë këta bëj një mision më vetë, ti mbledh të gjithë ta që më kanë. Po bëj vetë, mos je mos, se unë bëj me këta. E po mirë, bëu dhe ti me këta, se dhe ti. Unë të gjithë bashkë dhe ju kthej përgjigje një nga një, po jo, shiko. Pse s'e pëlqen? Çfarë ke që s'e pëlqen? Nuk shkon ekipi, unë kam sqaruar. Shiko, jepet tani një përgjigje të sinqertë. Pse nuk të ka bindur? Na thuaj që ta marrë vesh njëri mirë, që dhe zotria me gjithë respektin e para s'ke treguar nivel loje. Ti nuk je dominant ndaj ekipeve që ti luan. Nivel të lartë loje. Nivel të lartë loje dhe tash një ekip që do të ngjitet duhet të tregoj dominancë. Ai bin ty që të ngjitet në këtë. Jo më shiko, shiko që Skënderbeu do ngjitesh e neve nuk kishim asnjë dyshim. Jo, ti kishe dyshim. Po unë shikoj lojtarët tonë ne. Unë shikoj lojtarët. Shikoj përbërje. Madje edhe kemi pasur dhe telefonata të tjera dhe thoje që me grupin që kemi, nuk shumë e vështirë ngjitja. Bëm një dy elementë mirë, morëm atë Abubakar mes dhe fushën. Po ai është lojtar që bën lidhjen e ekipit. Pastaj pjesa e sulmit gradualisht ka erdhur, domethënë është për këtë kategori dhe kjo është një aspekt pozitiv. Të më falësh Petrika sepse kemi tjetër telefonues. Ma shajnë prap tani. Ka mallë. Nuk i lej regjia. Alo.
E mo ti ka. Përshëndetje. Përshëndetje. Ore, për ndeshjen do flasa. Ajo vetëm ndeshje nuk që në Kruj. Po. Me ata. Është e fitja për. Qare emër t'ju veç atyre. Vetëm futbol s'kishte atyre. Ka mundësi. Edhe ne këtë thamë që në fillim që nuk ishte një ndeshje matë se kjo për Skënderbeun. Pra një ndeshje që... Bravo. Doli nga to kornizat e futbollit dhe nuk u lejuaj që të... Po vetëm futbol s'kja ju, atje që edhe arbitri ju terrorizuaj teri. Po. Barovi loja. Sidomos pjesë e dytë pasaj. Në fakt... Kishte ku të vinte me. Të gjitha këto i thash sepse është e vërtetë arbitri nuk ishte më në Terezi si të thuash për të mbajtur gjykimin e lojës, se humbi nga presioni. Në fakt ne i presim edhe këto lloj ndeshjesh, nuk është se janë të papritura për ne si tifoz. Jo, po luan në kategorinë e parë. Jo, pra, e ke mendim shumë të gabuar. E pres mo kur të shkojnë në një, me gjithë respektin për ekipet e kategorisë së parë, kur të shkojnë në Burel, mund të ndodhi episodi. Po jo, mo pse? Po se i tillë është niveli i futbollit në këto qytete të marr masa, të marr masa qyteti që organizon ndeshjen. Që nga federata, që nga si tifozët po kontrolloi. Po si ti kontrolloi? Arbitrin kontrolloje. Si, po jo më kjo në 2025 ne devem të kemi frikë të luajmë. Jo më frikë. Po frikë po të luajmë, s'lojtë me lojtarët tanë. Frikë nuk ishin. Jo. Urdhroni, na falni. Ore dhe klubi duhet ta reklamoj këtë ndeshje, po ta them kështu. Të reagoj, po them. Të reagoj mos e bëhet fjalë për amatorizëm. Ta bëj edhe federatat, ore ekipe si Kruja, Iliria e këto nuk duhet të jenë në fare në listë. Se ka emrin, se ka fajin Kruja si emër, e kanë fajin njerëzit, e kanë fajin ata futbollistë, ata president që lejojnë të bëjnë presion të tillë ndaj arbitrit. Po ç'është kjo? Tani nuk dua t'ju kundërshtojmë, po mos u çudisni kaq mos se jemi zotri më fal. Jemi në kategorinë e parë, duhet i përshtatet. Po në 2026 të ndodhin këto. Po në 2026 tani mos organizo fare kur nuk arrin dot të bësh gjërat më minimale. Po jo, s'duhet të vazhdojmë kështu. Po të vazhdojmë mbyll e fare kategorinë e parë, mos luaj asnjë ekip. Jo, nuk e mbyllaj. Po pse mund të vej të lojë lojtari me frikë? Po pse duhet të vej lojtari? Tek kjo ndodhi. Po ndodhi, atëherë s'duhet të ndodhë. Një druj shtrembër ishte, kështu që. Po tash përse duhet Po zotri, më fal, është niveli i futbollit i tillë që do ti, unë apo Petrika do ta ketë dhe këto episode të tilla. Nuk i shmangim dot. Unë këtë po them. Askush nuk ka çfarë bën. Nuk e para vajte në Gjirokaste. Pse ti ndodhi gjallë në Gjirokaste? Se janë më të qetë si qytetarë, janë më të qetë. Po ty të ardhën vandalet e Ilirisë këtu në mes të tribunës së andej. Po ç'të thash? Po mirë në rregull, po çfarë të bëjnë që të shkojnë? I lamën, i respektuam ne, ata shanin ne i shikonim. Ata kanë kulturën e tyre. Ne kemi kulturën tonë. Ka kulturën e tij, kështu s'ke çfarë bën. Të marr masa federatat, fushat problematike, ish më fare pa tifoz. Lojtar, tash komisioni disiplinës do marr masa edhe për këta që u grindën. Ore, si kishte që moti që kishte dënimet, ore 300 kilometra larg fushës ti. Çu duam këta. Shiko, se ndoshta unë mund të keq kuptoj, unë nuk justifikoj episodet e agresivitetit që u pan në këtë ndeshje. Unë po them këtë, që në stadiumet, më fal zotri, në stadiumet e kategorisë së parë, dëgjoj një sekondë. Në stadiumet e kategorisë së parë, dëgjoj edhe në radio. Ata që më thënë s'kishte po patjetër mos i dënojmë këto lloj episodesh, por unë po them këtë që në këto lloj stadiumesh do apo nuk do ti kesh këto episode të tilla. Po kjo ti kesh bre po. Okej. Ja, një sekondë. 2025 më po vjen kampionati. Po nuk ka fillon faza tjetër, kush do vazhdoj në këtë vend? Po jo mos e nuk do vazhdoj kështu. Pikërisht, kështu do vazhdoj dhe unë këtë pyetje kam. Mirë zotri, faleminderit që u bëre pjesë dhe me konstatim të saktë të ndeshjes Skënderbeu Kastrioti. Këto situata duhet marrin fund në futbollin shqiptar. Unë jam me mendimin që ju keni. Faleminderit, shpresoj të dëgjojmë sërish. Rosh,
Refiti duhet ishte. Pak rëndësi ka, po do të them diçka. Nëse Kastrioti nesër ka një investim. Jo, se kam merak që më keq kuptuat edhe ti. Nuk justifikoj unë fare më mirë, shumë mirë, dodhin, mirë që nuk them kështu kurun. Patjetër që këto situata duhet të eliminohen, po nuk i shmang dot më Petrika. Po dal më 1 minutë, ky ekip që luan në kategori të parë. Do ngjitet një. Po çfarë të bëhet tani që këto situata si mund ta parandalosh ti këta nesër pas nesër po të lozin këta për kupat e Europës. Ne as te Aston Villa nuk i bëm as edhe një gjë dhe na hodhi në akuza se pati racizëm. Po mirë mos atje është kultura shumë më lart. Po të njëjtit njerëz më fut një investim kruja stadiumit. Edhe si çfarë të bësh për t'i parandaluar këtë po them. Jep ti një sugjerim live. Ja live shumë në rregull. Të marr masa vendosja e tifozëve, jo më larg, domethënë duhet të jetë një stadium i cili të plotësojë të gjitha kushtet. Mos e lër me atë stadium krujin ose të bëj stadiumin që kishte rumbullak të saktë, të mirë. Olimpik pra ishte shumë në rregull. Këta tifozët të mbahen në distancë se për të sharë të shajnë, nuk po themi këtë tani. Po tani episode raciste, episode agresive, episode dhe të dhunshme ndodhin në çdo stadium të botës. Nuk është faj totalisht i tifozëve. Ata kishin dhe lojtarë. Ata kishin një arbitri. Gjitha këto gjyqtari, kush është ai i federatës, ai që vëzhguesi i federatës, si e lejon ti 15 veta përballë arbitrit, si ndërpit e lojën nga vëzhguesi. Do ketë masa disiplinore për gjithë ata që u bën protagonist në këto incidente. Ne besoj do t'i kemi vendimet e komisionit. Nuk do në 2026-ën. Kjo është në 2025-ën se se jemi në prag 2025-2026 se edhe nuk duhet ndodhin këto situata. Okej, se jemi ta shkëputim, domethënë një koment dua të shkurtër për ndeshjen me Korabin, a do rikthehet qetësia. Po Skënderbeu besoj se rikthehet te fitoria, i ka të gjitha mundësitë për të mundur Korabin, është ndeshja perfekte si të thuash për të marrë 3 pikët pas zhgënjimit në thojzat në ndeshjen me Kastriotin në luftën e krujës. Po. Skënderbeu vetë si mik atje, domethënë nuk aty mendin. Shiko, shpresojmë që të rikthehen te fitoria dhe të rikthehet qetësia si te Skënderbeu, por edhe në futbollin e kategorisë të parë, si kategori, sepse normalisht episodet e dhunës nuk duhet të jenë fare pjesë e futbollit dhe nuk duhet na shoqërojnë asnjëherë. Tani dua të flasim pak për një moment shumë të rëndësishëm për sportin korçar, sepse është duke u rikthyer fuqishëm madje me ritme shumë të forta basketbolli korçar. Tradita e basketbollit ka qenë historikisht prezente në Korçë, basketbollistë shumë të njohur kanë dalë nga ky qytet. Dhe tani është ringjallur këtë sezon me disa djem shumë të talentuar, me një trajner shumë të talentuar si Brunoja dhe ekipi i basketbollit të meshkujve po tregon një dinjitet, unë nuk kisha parë për çdo tifoz që ka qejf të sport. Një foto për basketbollin, kam zgjedhur vetëm rezultatin e ndeshjes nëse mundet regjia, vetëm rezultatin e ndeshjes 122-93. Këto lloj shifrash janë shifra të një niveli të lartë të basketbollit, sepse kështu dalin ndeshjet në NBA. Po, tregon nivel. 100-ën, tregon nivel. Dhe kur kam parë Skënderbeun 122 pikë dhe Elbasanin 93 pikë, bëra ato telefonatat e mia, fola me miq, pash që ky Skënderbeu këtë vit paska vërtet synime serioze. Pse nuk ishte ta shikoj? Dhe pash ishte ndeshja Real Madrid Barcelona dhe pastaj e kemi apo jo? E kemi në skalet, po nuk besoj se do shkojmë deri atje. Jo, do ta prekojnë çik se ka. Mirë, puna është që po flisja për rezultatin 122-93 dhe hyra të shikoja dhe pikët dhe lojtari amerikan quhej Wakefield. Pra zgjon fushën, nëse bëjmë një përkthim nga më pëlqen ajo që do të thotë. Pra zgjon fushën. Dhe pra zgjon dhe ne si ekip. Është koha që kjo fushë, ky stadium, ky pallat sporti, ky ekip legjendar që ka qenë, ka dhe këtë djaloshin Wakefield, është amerikan apo jo? Kishte për rreth 38 pikë, mos gapo, 28 pikë më fal, edhe 10 rebound, ishte një nga lojtarët më të mirë të ndeshjes dhe ky ishte Wakefield që domethënë e zgjojmë fushën. Unë jam ai që zgjoj fushën. Do kishim dëshirë që të kishim djem korçar protagonist në këtë rikthim të Skënderbeut në basketboll. Jo, absolutisht asun. Por mbase këto ardhjet e lojtarëve tuaj shtojnë akoma më shumë dëshirën e të rinjve korçar, e djemve korçar që të merren me basketboll dhe të rikthehen si idhull kur I thon fjalën. Dhe të rikthehen syt fuqishëm nga ky sport shumë I bukur, I veçantë dhe
që Korça i ka pasur dhe tradit historikisht, të rikthehen dhe në të ardhmen pas 2-3 vitesh të kemi. Ne do rikthehemi dhe ne të Pallati Sportit për të ndjekur ndeshjet e basketbollit. Unë kam ndjekur 2 ndeshje deri tani dhe jam do jemi të ndeshja e radhës. Dhe ka një atmosferë dhe shikoj dhe një interesim nga publiku korçar, por mbi të gjitha shikoj një kualitet në lojë dhe kjo është ajo që të ngroh. Kjo është ajo që të ngroh patjetër do ta ndjekim basketbollin sepse nëse ka shifra të tilla, nëse ka lojtarë të tillë që dhurojnë spektakël në parket, është gjuna që mos unë jam dhe fans shumë i madh i NBA dhe NBA ka startuar të javën që kaloi. Domethënë ka filluar spektakli dhe atje dhe unë domethënë tani po që mund të shkoj në Pallatin e Sportit të shikoj vërtet një ndeshje basketbolli të mirëfill sepse mos flasim për më tepër. Okej, kemi një tjetër telefonat ndërkohë. Alo. A urdhoni? Urdhroni nga na telefononi. Unë telefonoj nga Maliqi. Përshëndetje, na vjen mirë. Tani ne kaluam te basketbolli, ju doni të mbeteni këtu apo ishim te Jo, unë desha vetëm për ndeshjen e futbollit me Kastrioti. Patjetër, na thoni. Ndeshja me Kastrioti, kam folur e një përpara. A u kupton? Po? Edhe më duke se Skënderbeu po bën të njëjtën lojë që bëri për Superiore. Në ç'kuptim? Ulja zërin televizorit të lutem dhe na dëgjoj për nëmjet telefonit. Po. Në ç'kuptim lojën që bëri në Superiore? Lojën në fush apo në Superiore thoshte që ajo është mirë sot, është nesër. Edhe Gjervajti në fund, edhe ndeshja me Kastriotit, lojti shumë keq more, ajo ta rrai Kastrioti dhe ti marri 3-0, më duket se në fakt ju dëgjojmë shumë mirë. Dhe shiko, ke një farë të drejtë edhe këtu, ose patjetër që ndikuan. Një ekip që nuk shënon, edhe gjithashtu ka bërtur ajo, i them fati e ka ndihmuar se për lojë nuk. Edhe falenderoj atë analistin që është atje me sy dhe nuk janë. Ore duhet në ato analizat duhet. Jo, ti kërkoni edhe atyre futbollistëve, edhe trajneri mos japi llogari. Po tani, zotri, ke shumë të drejtë dhe të falenderoj për komplimente, po tani nuk ju kërkon dot llogari, sepse këta janë në vend të parë, dhe kur janë në vend të parë i mbrojnë rezultatet, edhe ne s'kemi çfarë të themi. Ne mundohemi, së bashku me ju, mundohemi të shikojmë atë që nuk shkon. Tani këta duhet ju flasësh mirë, flasim mirë atje të fitojë Skënderbeu vendi i parë. Mirë, po 5 pikë janë, a do t'i marri Laçi, a ta harroj, a do t'i marri Poradecit, a do t'i marri Qiris? Patjetër, po. Prapa te ku janë, a ju si mori do të Kastriotit. E jo do t'i marri. Më duke se e ka vështirë. Ju po dene nga suksesi, po për lojë Skënderbeu nuk është aty ku është, kaq kisha unë. Të falenderojmë, jo, shumë i saktë, mirë, shumë korrekt jeni sepse ne nuk u morëm në fakt me lojën, u morëm me episodet faktorët e huaj, por që ka një lojë të drejtë sepse tani, ka pasur episode të tilla edhe vite më përpara, po ama kanë qenë ekip Skënderbeu fitonte në Vlorë. Fitonte patjetër mo. Ne po fitojmë edhe nga Fanella këtë vit. Kështu që shumë në rregull. Duhet të paraqiten mirë dhe lojtarët dhe ai ka shumë të drejtë. Ka të drejtë. Po ja që nuk më shajnë të gjithë, pas ka edhe nga këta që shikojnë shumë mirë. Ka tifozët janë me mendime të ndryshme, ne kemi një tjetër tani të shojmë si me këdo jetë. Alo. Pardon. Nga na telefononi, zotri? Unë telefonoj nga Pogradec. Po. Jam tifoz i Pogradeci, po edhe koçën e kam ndjekur. Po. Ku ishte Superligë. Edhe koça ka një ekip të mirë, po me Kastrioti nuk më pëlqeu. Alo. Po, ju dëgjojmë, mund ta mbaroni mendimin. Ju dëgjojmë. Dëgjoni? Po. Me koça ka një ekip shumë të mirë. Po. E kam ndjekur. Unë jam tifoz i Pogradecit, jam me Pogradecin me koçën. Po patjetër se jemi edhe ne ju kemi mbështetur. Edhe patjetër, e kam ndjekur e koçën ku ishte në Superligë, që nga Pogradeci kam ardhur. Ju falenderojmë. Me Kastrioti nuk më ka pëlqyer, se kur loti Kastrioti me Pogradecin këtu, po. Fitoi Pogradeci 4-0. Po, do të thënë koça që është superiore për mua. Ka logjikë. Superiore se kemi emrin.
se superiore. Jo, supozohet që t'jetë pak më mirë se Pogradeci dhe Jo, Zotrisë. Pogradeci s'ka patur atë harmonin. Tani që po gjen dhe harmonin, Pogradeci ka 3 herë ekip më të mirë se ne. Sipas mendimit tim. Po që ka ekipin më të mirë, do më thënë tash që është në kategorinë e parë. Jo, e ke gabim. Pogradeci ka ekipin më të mirë. Tani ai është nga Pogradeci ndik çdo ndeshje ti. Po pse? Se do thotë që ndik çdo ndeshje unë se ndik. Është tifoz. Jo, Pogradeci me investimet që ka bërë dhe me lojtarët që ka shumë më lart se Po jo, tash mos nejse. Ora më dëgjoj mua tash. Mirë, po të dëgjoj ty. Tash. Unë jam 63 vjet, po. Unë që në vogëli kam dikur Pogradecin, koç ku ka luajtur koça me Pogradecin. Koça e ka ekipin më të mirë. Do më thënë ne vjet ishim më të mirë. Ekipi Pogradecit ka qenë. Kurse lojtarëve ndalinje për Zuri ka marrë tash këta indiana çfarë janë ata ndezë. Shiko, shpresojmë shumë që të ngjiten të dyja, edhe Pogradeci, edhe Skënderbeu, që të jemi ne të qarkut Korç, të jemi të gjithë të kënaqur edhe të lumtur në fund. Këtë shpresoj. Kishe me ekipin korçar. Shiko, kemi vetëm pak minuta në dispozicion dhe duhet ta ndërpresim, të falenderojmë dhe shpresojmë na telefonosh sërish në emisionin e ardhshëm. Mua mu duket ndeshja e lënë, domethënë koça me Kruj. Me Kruj. Ja, ma nuk mund ta ludojmë dhe nuk mund të shkojmë deri te Zotria ka të drejtën të thotë çfarë të dojë, ashtu është. Ne nuk mund ta ludojmë të themi këto gjëra thjesht, ne ndikoi presioni dhe situata ndikoi në rezultat, po jo se kishim të bënim. Jo më mirë, Zotria odhi një shashk dhe mirë bëri se mund të kemi, nuk dihet se ç'ndodh në Kastrioti ishte blozë këtu në pas Pogradeci. Fitoi Pogradeci 4-0. Jo koça. Ata ishin në vend të fundit, normalisht që nuk kishin arritur asgjë. Duhet ta ndërpresim Zotri, shpresojmë të dëgjojmë sërish. Aty t'ja kaloshi mirë. Gjithë të mira, shëndet. Faleminderit. Unë nëse e lexova siç duhet, ai kishte idenë se çfarë donte të thoshte, por ndoshta nuk po shpresej dhe aq mirë. Ai tha kështu, duke parë nivelin e Kastriotit në ndeshjen me Pogradecin këtu, nuk pavarësisht episodeve që ndodhen, Skënderbeu nuk duhet ta llogarisë atë lloj rivali. Dhe ka një lloj të drejtë mos e përderisa është mundur 4-0 nga Pogradeci, tregon që ky ekip nuk ka ndonjë cilësi të madhe. Ti tani je Skënderbeu, je vend i parë, je ekip me kualitet, shko dhe munde, pavarësisht se loja mund të jetë agresive. Kështu që logjika e tij është mjaft e mirë. Dakor, logjika më pëlqeu. Ti bëjmë një kalim, Petrika, ti bëjmë një kalim. Në fakt nuk kemi kohë për telefonatat të tjera, ju ftojmë regjin që ta ndërpresim këtu telefonatat dhe do bëjmë një kalim të shpejtë të temave që na kanë mbetur, nëse na premton dhe këto minuta që na kanë mbetur. Tani, një emër i ri në kombëtaren shqiptare mund të jetë surprizë së shpejti. Anton Caci ka debutuar me Francën në lojrat olimpike, luan. Po, është djalosh shqiptar, është djalosh me origjinë shqiptare. Me origjinë shqiptare, i lindur në Francë është faktikisht, prindrit ka shqiptar dhe është lojtar që pëlqejet shumë edhe nga Silvinho sepse mbulon dhe krahun e djathtë dhe për mua do të ishte një çlirim i madh që mos shikonja më Elsej Dysajn. Elsej Dysajn nuk do ta shikosh edhe për shumë kohë se në fund është. Sepse spoluan edhe me Napolin fare, më fal me Lazio. Kështu që në fund është. Ky djali nëse vjen tek ne është për progresim cilësor sepse ka rreth 5 sezone që luan në Bundesliga dhe është një lojtar me mjaft eksperiencë. E ka mundësinë të vesh fanellën e kombëtares. Ka mundësi me sa kam lexuar dhe me sa është folur dhe nëpër media. Ky debutim në lojrat olimpike nuk mund të merret për bazë që të qëndrojë me të njëjtin kombëtar. Okej, të shpresojmë ta shohim kuqezdi. Mario Mitaj ka një moment historik në ekipin e tij. Arriti dha dhe asist. Edhe me Ronaldo eliminoi dhe ekipin e Cristiano Ronaldos, ka bërë një ndeshje fantastike. I është bërë mak duket Mitaj. Po, është herë dytë që i ndodh kjo. Është një lojtar që nuk kemi çfarë të themi. Mario Mitaj meriton komplimentet më të mëdha. Lojtari më i mirë që mund të kemi momentalisht në kombëtare është ndër më të mirë. Lojtari i rritur në Greqi, lojtari i afirmuar në kampionatin grek. Për mua Mitaj mund të luajë shumë mirë dhe me një ekip europian. Jo, nuk po them që ka ndonjë rëndësi, këtu është afirmuar si futbollist. Po atje është rritur, ai madje ka patur mundësinë për të zgjidhur edhe Greqin, por babai i tij i vendosur. Domethënë këta njerëzit kemi momente të tilla ne ndihemi akoma më mirë me. Tani kemi dhe Ylli Gashin. Ky djali po na një luftë mes dy vendeve shqiptare, Shqipëria dhe Kosova e dua. Është goxha djali talentuar, kam parë 2 highlights edhe një ndeshje e U17 dhe U19 sepse ka grumbulluar dhe U19 e Bayern për arsye sepse ka cilësi shumë të mira. Këtu bëhet tani kjo betejë vllazërore, kush do ta marr, po djaloshi
Përderisa është Ti këtë doje të zgjidhje. Shko, je i lindur në Kosovë, shko me Kosovë. Shko me Kosovë. Se ta ndjesh më shumë peshën e fanellës. Okej. Tani pavarësisht se gjysmë ekipit ton gjithë kosovarën edhe ne as për të patur ndonjë shqiptar. Unë jam i mendimit që do kisha shumë qejf të kishim një kombëtare, për fat keq nuk e kemi, por kjo është një temë shumë e gjatë që nuk. Gjithsesi shpresoj mirë që të luajë me Shqipërinë o me Kosovën dhe mos e marrë ndonjë Jo, nuk besoj sepse se ndodhin edhe këto. Nuk besoj sepse janë familje të cila ka shkuar në 2008 mos gaboj në Gjermani dhe djaloshi ka qenë 4 vjeç, pra ishte marrë bazat e Shqipërisë. Okej, tani Barcelona humbi përballë Real Madridit. El Clasico e famshme u fitua nga pati dha ty tension, sherr, shihemi, domethënë se dalim taj mohabeti patriotit, kur ka sherr në El Clasico që është ndeshja më e madhe në botë. Në fund fare po ndikoi, ai ishte, po mirë mos shkon njëri arbitrit, po, nuk po shkon njëri arbitrit. Nuk shkon arbitrit, po debati mes Jamalit dhe Viniciusit që takojmë jashtë. Domethënë djalosh 18 vjeçar. Mirë ndomtë që mos ja vëmë re shumë djalosh 18 vjeçar, është fëmijë. 18 mund të ishte edhe ata të Kastriotit. Jo. Kështu që gjithsesi e krahasojmë pak. Nëse ishte Barcelona, po kam patjetër, nuk Barcelona nuk unë e parashikova, ishim 7 mungesa. Është komenti i fundit që do të thotë se jemi në limitet e kohës. Lojtarët kryesor mungonin, Barcelona nuk arriti do të dilte në lojën e saj, asaj Barcelona Reali mund të kishte shënuar dhe 4 gola. Gjithsesi 2-1, jo 2-1, unë dhe një miku tim i thash shumë, një humbje me rezultat minimal do të isha i kënaqur sepse prisja faktikisht. Barcelona ti thua i mund të gjitha. Thash në fillim, por këtë vit e pas kemi nisur keq. Sepse unë shpresoja. Unë shpresoja. Kur tërhiqesh, ke një lloj tërheqje. Patjetër, unë shpresoja, unë po ti kthesh emisionet e verës se do diskutojmë asnjë ekip, po pra. Këto kujtoj unë. Mirë, po largimi i Inigo Martinez plus ekipi ka fituar një kështu si Ego. Patjetër që ka dhe arsye më. Edhe si jemi mati ku duhet, po mund të shkojmë. Do ta ndjekim në vazhdimsi dhe mund të rikthehen. Okej, kishim në fakt edhe Spalletin te Juventus, një tatuazh i famshëm. Do ta mbuloj, do t'i veni kështu. Do ta mbaj, ai ka Napolin tatuazh. Rëndësika që tifozët e Juventusit shpëtojnë nga Igor Tudor, sepse nuk ishte një trajner për Juventusin, me ato paga që kanë lojtarët e Juventusit, me ata lojtarë që ka Juventusi sulmues mes fush. Juventusi duhet të patjetër në top 3-shën e Serie A. Në drejtimin e Spalletit. Spalletti është një trajner që s'më ka bindur, është i quaj nga këta qulgjint, po që gjithsesi të ta shikojmë si do shkoj. Okej, jemi pra në fund të emisionit Tash e them Sport edhe për këtë të enjte, do t'ju lëm takim sërish të enjte në ardhshme. Deri atëherë mirupafshim.